Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Vazhdojmë të hadim dritë edhe sot me mbi historinë e Musait dhe Banu Israilve. Treguam bisedet e kaluar se Allahu i lartësuar i ndihmoi Banu Israilve të kapërcenin detin e Kuq, edhe të dyndeshin drejt tokave të bekuara, tokave të Shamit. Megjithatë, teksa u afroheshin këtyre tokave, u vjen haber se këto toka ishin zaptuar nga dy fiset të mëdha edhe të njohura për aftësitë e tyre luftarake, Fezarit dhe Hetitët. Në këto momente të vështira, Musa alayhi salatu wasalam na tregon Allahu i lartësuar në Kur'an në surën Al-Maida se i drejtohet Banu Israilve duke thënë: Ya qawmi dhkuru ni'matallahi alaykum idh ja'ala fikum anbiya وجعل فيكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. Në fillim, u përkujtoni mirësinë e Allahut subhanahu wa ta'ala karshi tyre, duke thënë: O populli im, përkujtoni begatinë e të madhe të Zot karshi jush, kur nga mesi i popullit tuaj përzgjodhi pejgamber, edhe në mesin tuaj bëri mbretër. Edhe përkujtoni mirësinë e Allahut që ju përzgjodhi dhe ju dha begati si që dha askujt, si askujt tjetër nga popujt e kësaj bote, në kohën tuaj. Shumë interesante është fjala Musait alayhi salatu wasalam. I drejtohet duke thënë: përkujtoni mirësinë e Allahut karshi jush. Përkujtoni mirësinë e madhe kur Allahu i lartësuar në mesin tuaj dërgoi pejgamber edhe ju bëri mbretër. Interesant është fakti se që nga koha e të parit të Banu Israilve, Jakubit alayhi salatu wasalam, deri në këtë kohë që po flasim, në mesin e këtij populli nuk ka pasur asnjë mbret. Edhe Jusufi alayhi salatu wasalam, nëse mund ta përmendim si till, arriti një pozitë mjaft të lartë në Egjipt, ama nuk mund ta quajë mbret. Jusufi alayhi salatu wasalam ishte ministër në Egjipt, nuk ishte mbret. Atëherë pse Musa përzgjedh fjalën mbretër? Për faktin se në brezat e mëparshëm, kush ishte i lirë, kush jetonte i lirë, larg prangave të skllavërisë, kush kishte një bashkëshorte, edhe një shërbëtor, ti ndihmonte në punët e përditshmërisë, konsiderohej mbret e kaluar mbretit. Edhe profeti sallallahu alaihi wasallam në hadith të vërtet na tërheq vërejtjen edhe thot: Men asbaha minkum aminan fi sirbihi muafan fi jasadihi wa indahu qutu yawmihi faka'annama hizat lahu ad-dunya. Ai njeri i cili zgjohet i sigurt në shtëpinë e tij, nuk ka probleme me njerëz, edhe i shëndetshëm në trupin e tij. Pra, gdhihet, zgjohet në shtëpinë e tij i sigurt, i shëndetshëm dhe ka ushqim sa për të kaluar ditën, sikur t'i dhënë dynjaja me çka kanta. Me pak fjalë, njerëzit janë mbretër e kaluar mbretërve, por se pak i përkujtojnë mirësitë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Mandej, pasi i përkujton begatitë e Allahut të lartësuar, Musa alayhi salatu wasalam i drejtohet Banu Israilve duke thënë: Ya qawmi dukhulul ardha al-muqaddasata allati kataba Allahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. O popullim, hyni, sulmoni, do të thonë sulmoni në mënyrë që të hyni triumfator në tokën që Allahu subhanahu wa ta'ala e ka caktuar dhe ju a ka premtuar ju, edhe mos u ktheni mbrapsht, sepse atëherë do t'jeni të humbur. I dha zemër popullit tim, po si ja kthyen Banu Israilt? Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. I than: O Musa, me të vërtet, tokën e premtuar, tokën e shenjtë, e kanë zaptuar disa popull të fuqishëm ushtarakisht. Prandaj ne nuk hyjmë as nuk sulmojmë derisa këto popull, do të thonë këto fise, të dalin nga toka e shenjtë. Nëse dalin, atëherë do të hyjmë ne.
po pse vallë e thyen urdhrin e pejgamberit? Pse u sollën me kaq burra sakri po quaj? Kjo për faktin se ai person, ai besimtar, ai musliman i cili e përzihen besimin e tij të lirë me idhujtari, nuk ka siguri në zemrën e tij. Në zemrën e tij Allahu i lartësuar mbjell farën e frikës. E kundërta me të kundërtën. Ai person i cili e beson Allahun subhanahu wa taala bindshëm me çiltërsi dhe besimin e tij nuk e përzihen me lloj-lloj bestytnish, atëherë Allahu subhanahu wa taala i dhuron siguri, i dhuron trimëri, edhe Allahu subhanahu wa taala e bën të udhëzuar në rrugën e drejtë. Në rrugën ku njeriu arrin kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala, fitoren, gëdhënimin edhe lavdin. Allahu i lartësuar thot në Kur'anin e famlart: "Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulm, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Ata cilët besojnë bindshëm në Allahun me çiltërsi, edhe besimin e tyre nuk e përzihen me idhujtari dhe me bestytni të kota, atëherë thot Allahu, këtyre njerëz do t'i sigurojmë siguri të plotë në zemra, edhe këto do të jenë të udhëzuarit, edhe e kundërta me të kundërtën. Pikërisht ky ishte edhe shkaku kryesor për frikën e tepruar në zemrat e Banu Israilëve. Megjithse pak kohë më parë kishin parë diç nga fuqia jashtëzakonshme Allahu subhanahu wa taala kur për t'i çliruar nga prangat e skllavërisë kishte çarë detin, edhe kishin parë se si Allahu subhanahu wa taala e kishte mbyt një ushtri shumë më të madhe se kjo që kishin përballë, shumë më të fuqishme, më të armatosur, megjithatë patën frikë t'i bindeshin urdhit Allahut subhanahu wa taala, se ndoshta nuk do t'i arrinin. Banu Israil, siç e kemi përmendur, kishin jetuar vite të tëra në skllavëri. Kishin jetuar vite të tëra duke u përzier me koptasit, si pasojë besimi i kthjellët, besimi i lirë i trashëguar nga Jakubi alayhi salatu wassalam u ishte përzier me lloj-lloj bestytnish, e si pasojë frika ka ploj zemrat e tyre në çastin e përballjes me armikun. Megjithatë, në këto momente të vështira, Allahu i lartësuar na tregon se dy burrë të mirë, të cilët thuhet se ishin Yusha ibn Nun dhe Kalib ibn Jafën, u ngritën në mesin e popullit dhe u bën krah të dërguarit Allahut. Thot Allahu i lartësuar: "Qala rajulani min alladhina yakhafuna an'ama Allahu alayhim udkhulu alayhim al-bab fa idha dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Allahu i lartësuar cek dhe përmend fjalën e këtyre burrave të mirë kur i drejtohen popullit të tyre duke u bërë krah të dërguarit Allahut. I drejtohen me këtë fjalë: "O populli jon, hyni në portat e qytetit, sulmoni, pasi nëse do të arrini të hyni vetëm në portat e qytetit, atëherë pa dyshim se do të jeni triumfator edhe ngadhnjyes. Edhe tek Allahu subhanahu wa taala mbështetuni, nëse jeni besimtar të vërtetë." Ajo që mësojmë nga fjalët e këtyre burrave të mirë është se komponentet kryesore për arritjen e fitores janë mbështetja në Allahun subhanahu wa taala, bindja se Allahu i lartësuar i ndihmon dhe i përkrah besimtarët, dhe ndërmarrja e shkaqeve. Ndërmarrja e shkaqeve për të arritur kënaqësinë e të Madhit Zot. Sulmoni, nëse sulmoni, Allahu subhanahu wa taala do t'ju ndihmojë. Hidheni hapin e parë, pasi Allahu subhanahu wa taala do t'ju dhurojë triumfin edhe lavdin. Edhe me të vërtet, Allahu i lartësuar na ka treguar në Kur'anin fammadh, por edhe nëpërmjet profetit sallallahu alaihi wasallam, se sa herë që njeriu e ndërmerr një hap për të ndihmuar fenë e Allahut, sa herë që njeriu e ndërmerr një hap për t'u bindur urdhrave të Madhit Zot, Allahu i lartësuar e ndihmon. Në një hadith vërtet, profeti alayhi salatu wassalam na tregon se Allahu i madhruar ka thënë: "Men taqarraba ilayya shibran taqarrabtu lahu man taqarraba ilayya
shibran taqarrabtu minhu dhira'an. Ai njeri i cili afrohet, përpiqet afrohet tek unë për të arritur kënaqësinë time, sa një pllëm, atëherë unë do t'i afrohem me ndihmën time dhe përkrahjen time, me shpërblimet e mia sa një krah. ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا. Edhe ai person i cili afrohet tek unë sa një krah, Allahu i lartësuar tregon se i afrohet atij sa një lër. Madje profeti alayhi salatu wasalam na tregon se Allahu i lartësuar na tregon se kush afrohet tek Allahu duke ecur, Allahu i lartësuar afrohet tek ai duke nxituar. Veti i madhi Zot thot: "Wa man taqarraba wa man atani yamshi ataytuhu harwalatan." Edhe kush nxiton tek unë duke ecur, atëherë thot Allahu i lartësuar, unë nxitoj tek ai edhe më shpejt, duke vrapuar. Normalisht diçka e tillë është kuptim i figurshëm për të na treguar mbështetjen hynore për ata cilët përpiqen që të arrijnë kënaqësinë e të Madhit Zot. Përpiqen të arrijnë kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala duke u bindur urdhrave të tij dhe urdhrave të pejgamberit të tij. A nuk thot i Madhi Zot në Kur'anin famlar: "Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Ata cilët përpiqen për të arritur kënaqësinë tonë, ne do t'i udhëzojmë drejt rrugëve tona, rrugëve ku arrihet kënaqësia e Allahut, ku arrihet begatia e dynjas dhe shpërblimi i ahiretit. Wa inna Allaha la ma'al muhsinin. Me të vërtetë Allahu është me punëmirët. Ama njeriu duhet ta bëjë hapin e parë. Kush përpiqet, Allahu subhanahu wa taala i ndihmon. Kush i mbështetet Allahu subhanahu wa taala, Allahu i mjafton. Këto janë dy komponentet arritjes së fitores. Mbështeten Allahun dhe ndërmarrja e shkaqeve, të cilën Banu Israilt nuk e bën. Profeti alayhi salatu wasalam thot në hadith të vërtet: "Ista'in billahi wa la ta'jaz." Mbështetu në Allahun subhanahu wa taala, kërko ndihmën e Allahut, por mos u tregoj pa aftë në ndërmarrjen e shkaqeve. Kush ndërmarr shkaqet, kush mbështetet në Allahun, bi idhnillahi tabaraka wa taala, Allahu azza wa jalla ndihmon dhe ky person gjithsesi do të dalë triumfator. Pse? Se në Kur'anin famadh Allahu i lartësuar na tregon se në shumicën e rasteve luftrat nuk i fitojnë ushtritë e mëdha, nuk i fitojnë ata cilët janë të armatosur, megjithse numri edhe armendimi është një shkak shumë i rëndësishëm për arritjen e fitores. Fitoren arrin ata cilët janë të mbështetur në Allahun subhanahu wa taala. Ata cilët mundohen me mishe me shpirt i binden urdhrave të Madhit Zot dhe urdhrave të pejgamberit. Allahu i lartësuar duke dëshmuar një fakt në Kur'anin famlar urdhëron dhe thot: "Wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idhnillah." Kush e di se sa ushtri të vogla kanë thyer ushtri të mëdha bi idhnillah, me lejen e Allahut, me caktimin e Allahut, me ndihmën e Allahut, kur u munduan me mishe me shpirt t'i binden urdhrave të Zotit edhe urdhrave të pejgamberit të Zotit tyre.